apo afrohen vetëvendosje me PDK-n në drejtim të Bedri Hamzës. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar Bedri Hamzën për zgjedhjen e tij si kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës. Kurti ka theksuar rëndësinë e proceseve zgjedhore brenda partisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë të gjitha forcave politike në shërbim të interesit publik. Do të vazhdoj angazhimin për bashkëpunim korrekt në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe me përgjegjësitë që na i kërkon shërbimi ndaj Republikës, shkruan Kurti. Dje në emisionin Pressing, Hamza ka deklaruar se nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik, përfshirë edhe lëvizjen vetëvendosje. Unë asnjëherë nuk kam vendosur vija të kuqe, siç e pam edhe në zgjedhjet e fundit, të gjithë u bëm bashk. Duhet të jemi të përgjithshëm para interesit të vendit dhe gjithmonë të veprojmë në dobi të tij, tha Hamza. Ndërsa kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, nuk e kanë uruar ende Hamzën dhe urimi i Kurtit shihet si një surprizë e madhe. Dhe kjo tani ngrej një dilemë politike. A do ta uronte Albin Kurti Hashim Thaqin apo Kadri Veselin në krye të Partisë Demokratike të Kosovës?